Deputeti demokrat Bledjon Allbati ishte në qendër të sulmeve të kryeministrit Edi Rama në takimin elektoral në Devoll. Marrëshkas nga incidenti gjatë fundjavës së kaluar në një aks rrugor të qarkut Korç, ku përfshi ligjvënësi demokrat së bashku me të vëllan, Rama e quajti Allbatin në rrugaç. Devolli ka sjell në parlament një rrugaç, po një rrugaç të një niveli që unë nuk e di se në cilën vjersh të drejtoroa gollit mund të gjente vend, po maha mendja tek fjala kokbosh dhe trangull që drejtoroja e përdor, ai gjen vend komplet. Si mundet tani demokratët e Devollit të votojnë për një rrugaç? Dhe nuk është një rrugaç, po janë një grup rrugaçësh. Dhe ju e dini shumë mirë se kush është rrugaçi kryesor. Dhe ju e dini shumë mirë pse ky rrugaçi dytësor bën si fort dhe pse ndjehet me shpatullat ngrohta. Por nuk mjaftoi me kaq, Rama sulmoi edhe kryedemokratin Sali Berisha, teksa ju referua moshës së këtij të fundit. Mirë që gjithë këto vite nuk u gjet as një djale, as një mike, as një që ti thoshte baba Bufit, lëre këtë muhabet se nuk vazhdon më kjo punë, po sot zogjt e tij e marrin edhe me tendë, keni parë, e marrin me tendë se ai nuk e edhe dielli nuk e mban dot më tani. E sjellin vërdall nëpër Shqipëri një njeri të mbaruar, të pa shpresë, të dëshpëruar, mosha e ka lajthitur komplet. Më 11 maj tha kryesocialisti Devollinit dhe të gjithë shqiptarët duhet të votojnë Partitë Socialiste për ta çuar vendin në Bashkimin Evropian. Me një vot të bashkohemi, të japim fuqi Shqipërisë, të mbyllim negociatat dhe ta kapërcejmë atë prag. Edhe ju demokratët atje në 11 maj e dini vetë çfarë duhet bëni. E dini vetë, ndroni dorën dhe ju. Shqipëria e ka ndruar dorën, ndroni dorën o burr. Shqipëria ka ndruar dorën kaq shumë vite, ndrojeni dorën. Ndrojeni dorën gjithë ata burra mbrapa Duçës.